Sa më të bëni pyetje për lidhur me disa qëndrime të disa vëllezërve që me njërën anë që thonë jo jeni i akuzojnë disa vëllezër tjerë që jeni fanatik në disa dietarë, sidomos në Sheh Albanin, në Allah i mëshiroft. Dhe anën kjo sa është e vërtetë, domethënë kjo që janë fanatik disa vëllezër në Kosovë, dhe ma gjanë, fanatik në Sheh Albanin. Edhe ana tjetër ajo akuza që bëhet për palës tjetër sa qëndron edhe apo mos e ka ndonjë problem diku tjetër si akuzë në regjim, kështu që bëhet. A mundet me ndodhë që dikush me kanë fanatik ndaj Sheh Albanit? Mundet me ndodhë. Ka ndodhë njerëz që janë bërë fanatik ndaj ulemave para tyre, ndodhë edhe këtë mund me ndodhë fanatik. Mirë po në përgjithësi absolute mund është me thonë, pasust e sunnetit, pasust që ata të cilët pasojnë ata dhe që ka thirrë Sheh Albanin të, është rruga e sunnetit. Sheh Albani rahimahullah nuk ka thirrë në asgjë tjetër përveç në sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pasimin e tij. Edhe nëse dikun nuk e ka qëllu Sheh Albani rahimahullah, nuk bën askush me pasu Sheh Albani rahimahullah, na themi, ne thonë ne nuk e pasojmë verbrisht as Imam Ahmedin, as Imam Shafiun, as Imam Malikun, as Imam Abu Hanifën, lema Sheh Albani rahimahullah. Pasimi i verbërt kur të din që një alim e ka pas gabim një aspekt, një çështje të caktuar që e ka thonë, atëherë nuk bën me pasun të. Edhe zbesoj shumica e vëllezërve tonë që e pasojnë Sheh Albani rahimahullah në çështjet që mendojnë që e ka pas, nuk e ka qëllu Shehu rahimahullah. Edhe shumica e vllaznive tonë, në disa 2-3 pika që pjesa ma madhe ulemave tonë nuk janë pajtu me Sheh Albani, nuk besoj që i pasojnë atë. Për shembull, është një pe pikave Sheh Albani ka pas mendimin që e ka ndalu arin që është si në formë hallke. Do thonë ari që është komplet, për shembull hallk komplet atë. Shehu e ka mendimin që s'bën me thonë, se ka hadithe ku pejgamberi ka ndalu këtë punë. Edhe tash një pjesë e vogël bavaki e pasojnë edhe këtë çështje Sheh Albani, pse ai ka pas hadithe, s'ka thonë pi hamendjes vetë, por ka pas hadithe që e ka pasuar, edhe e ka dhënë fetvon me sot. Ulema të tjerë kanë arsyetuar këtë hadith, do nuk e kanë konsideruar këtë hadith në saktë. Do të tjerë kanë thonë kjo ka qenë fillim të Islamit, pastaj e ka lehtësuar Allahu subhanahu wa taala këtë punë. Unë nuk besoj Allahun që ka dikon të rreva tona, dikush që verbrisht e pason Sheh Albani edhe nëse ka i gabim. Nëse dikush është i tilla, është gabim, mirëpos nuk janë të tilla, ata që marrin mësimet e Sheh Albanit. Zakonisht janë njerëz që e pasojnë sunetin në cilin ka thirrë Shehu rahimahullah. Nuk janë ekstremista në pasimin e tij, Allahu di më së miri. Edhe i dojnë të gjithë ulemat e sunnetit edhe i respektojnë gjithë ulemat e sunnetit, ashtu siç ka mësuar Sheh Albani rahimahullah. Sheh Albani rahimahullah e dojnë për shkak të dashurisë të madhe për sunnetin dhe davetit i shumë të madh që ka bërë në sunnetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe ringjalljen e tij. Nëse ka gabu dikon nuk bën me pasu, e kemi ndalu se kullun shkallë Imam Maliku rahimahullah që ka thonë, do këtë i mirë të fjana dhe i këtejët, përveç tine që është në të parë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nuk bënu pasu, janë totalisht askush përveç Muhammedit sallallahu alaihi wasallam.